ata që dojnë ti meqëm se ke pro punën të vesh, i ke ngu edhe ke krya çfarë punë. Edhe nëse unë i kam kundërshtu, unë kam ndodhur kur s'jam bind në ato që e kanë mendu, unë kam ofruar argumentet që ata janë pajtu edhe janë bind, edhe kanë thënë krejt në rregull është, çka më bën? Kështu kaç kam horizontalisht ti je problematik. I përmendit çka fjalën ndërkombëtar, po më intereson në politikë sigurisht si deputet ke pas takime me ndërkombëtar, me nivele të larta, të mesme, të ulta thuaj që dush, me ambasada, me këto tjera. Po më intereson ç'është është ky komunikimi me ndërkombëtarët tuaj, a ke pas rast ndaj me ta ngreveshin për ndaj sen kuvend, për ndaj kutadium në proces caktuar politik? Unë kam pas fatin prej fillimit, domethënë prej hyrjes time në politikë 2014-s, me të qenë një profil interesant edhe për ndërkombëtarët, po edhe për vendurët. Për shkak që ardha jame e ka ndryshuar diskursin e të bamit politik. Çfarë kuptimi? Sipas meje, të gjithë para meje kanë qenë të dëgjueshëm, jo shumë zëshëm. Domethënë, je të folë për Egjiptian, partisë që përfaqëson, për komunitetet që përfaqëson. Edhe të komunitetet që në përfaqësoj, po lirisht mund të them edhe të komuniteteve tjera që janë komunitete në Kosovë, edhe ndoshta po flas për komunitete, sepse s'mund marr përgjegjësi për të tjerët, por si profil i një politikani ka qenë risi, sepse shpesh e kanë thënë njerëz në publik, nuk kemi dëgjuar asnjëherë që dikush i mbron drejtat e tyre që ka këtë guximin, që i thot çështjet me shumë profesionalizëm, që nuk tërhiqet prej fjalëve që kërkesave të veta, që është këmbgulc në ato që thot. Dhe si profil duke qenë kështu, unë kam pas fatin me pas një relacion edhe me ndërkombëtarët. Edhe jo vetëm atëherë, po edhe sot. Domethënë edhe ditëve të sotit e kam fatin me pas me gjitha nivelet e mëdha që na i kem për rreth, edhe jam shumë i lumtur për këtë fakt, sepse fakti që unë kam këtë komunikim ata e konsideroj veten të vlerësuar, sepse jam duke prodhuar diçka, jam duke ofruar diçka të mirë për vendin. A ka ndodhur ndonjëherë me ma tërheq, me ma ngrej veshin? Nuk ka pas nevojë asnjëherë, për faktin që një pjesë e madhe veprimeve të mia janë në koordinim të plot me partnerët tonë, me stan ndërkombëtar. Ata që dojnë ti meqëm se ke pro punën të vesh, i ke ngu edhe ke krya çfarë punë. Edhe nëse unë i kam kundërshtu, unë ka ndodhur kur s'jam bind në ato që e kanë mendu, unë kam ofruar argumentet që ata janë pajtu edhe janë bind, edhe kanë thënë krejt në rregull është, edhe na ke arsyetuar mirë dhe kam vazhduar me ato që unë kam pas. Ka ndodhur kur jemi pajtu sepse kem pas paqartësi, kur e ti e merr një garancë ndërkombëtare për një çështje të caktuar, atëherë e ki një siguri më të plot për me vepru. Këtë fat e kam pas që në shumicën e veprimet që kam bën në koordinim të plot me vendet mike të Kosovës. Shtetet Bashkuara me çka ka pas presidenti Rogova. Vetëm edhe duke qenë liberal unë kështu, e kam këtë tolerancën, hapësirën për me vepru, po megjithatë edhe pak konservativ, kështu që ky kombinimi i ke kombinuar mirë.